Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Unë jam Vergji Bazelli. Në studio kemi të ftuar profesor Pllum Pilinçin. Përshëndetje profesor. Përshëndetje gazetare. Bravo qoftë se po flet realitetin, po flet tamam si një gazetare, jo si këta gazetarët e dy partive. E flasën me një telefon. A u trëm spaku nga kryetarët e dy partive për të bërë punën e tij? I mbrëma dashur bashkëdhetar shqiptar, do që ndodheni të gjithë, flasin për kafene, në përshpi, në vdekje, në dasmë, në bulevard, gazetarët anti-shqiptarë, flasin që spaku është rënë nga dy partit bolqevike si PD-ja dhe PS-ja. Dashur shqiptar, unë kam thënë gjithmonë, spaku paguhet nga Amerika. U shtallet me $1 të Amerikës, jo vetëm ban përgjithësi, por paguan edhe me kokë. Spaku nuk tremet, po spaku ndalovi arrestimet për arsye se do të thoshin që ja Amerika i ndalovi zgjedhjet. Ja pra zgjedhjet sipas tyre, jo sipas nesh, u bën. Numrat që kërkuan i marrë. Por nuk ka zgjedhje, ka arrestime. Spaku fillovi arrestime dhe zonja gazetare, spaku nuk tremet. Amerika kur nuk tremet. Amerika e do Shqipërinë, 97%. Amerika është me shqiptarët. Arrestimet e djeshme në Durrës, a kanë lidhje me qeveritarët tanë? Politikanët varen nga dy persona, varen nga Durrësi, varen edhe nga Fieri. Pra arrestimet janë bërë, zonja gazetare, ju nuk keni parë, sepse nuk thuhet e vërteta, edhe mbrëm janë bërë shumë arrestime. Arrestimet janë bërë sepse është programi dy partive. Ata, zot dinte që arrestuan, nuk kanë faj ata që urdhojnë, ka faj Berisha me Edi Rama. Ta kanë faj se këta kanë bërë drogat, ta kanë bërë pasuritë dhe ata i kanë përdorur të Durrësit. Ashtu si do bëjnë arrestime sonte o nesër në Elbasan. Po ashtu do fillojnë arrestimet dhe në Fier. Deputetët shumë shpejt do arrestohen. Shumë shpejt do arrestohen deputetët. Po bëjnë arrestime me radhë. Arrestimet janë të shumta. Si që kam thënë më përpara, e di që dëgjoni, e di që po flisni në përshpirat kudo, prisni që të dalëm TV Shpresa. Dhe çdo gjë që u them të dashur bashkëdhetar shqiptar është realiteti. Filluan arrestimet e bujshme. Filluan arrestimet e bujshme me të gjithë Shqipërinë. Siç u kam thënë, nuk është puna e gjoja këtyre terroristëve o drogistëve. E gjithë pesha është në dy partit, si PD-ja dhe PS-ja, së bashku me ministrat që u erdhë para disa ditëve, ata janë që pastrojnë paratë e Shqipërisë. Pra, arrestimet që u bën në Durrës u bën dushin arrestuar më përpara, po për arsye të votave, gjoja zgjedhjet, u ndaluan dhe filluan arrestimet që dije. Sonte do arrestohen përsëri, nesër çdo ditë. Unë po ashtu i kam thënë Spakut, drejtorit të Spakut, mbaro arrestimet sa më parë, sepse tavolinë e tij është mbushur vetëm me deputet, të quajtur deputet, me ministra, me zvendës ministra, me presidenta, me kryeministra. Pra do pastrohet nga rrënjët ky regjimi që ka 32 vjet që u shkatërrovi si familje, ula pa ujë, ula pa bukë. Dashur shqiptar, pra ne po themi realitetin. Zonja gazetare, ke ndonjë pyetje? Po. Ka 2 ditë që Berisha kërkon qeveri teknike. Si e komentoni ju këtë? Gazetare,
Kjo është pyetje e vërtet reale dhe gjithë shqiptarët kanë 2 ditë që thonë si është puna që Berisha kërkon qeveri teknike. Dofta ju nuk u kujtojt dashur shqiptar, po u përmendun. Kur Berisha vajte në katin e 7 ose 8, e mbani mend si fliste rruga e shpresës. Është fjala për Partinë e Shpresës Demokrate. Ata, dashur gazetare, nuk ka qeveri teknike me ata. Me ata ka një qeveri burgosje, që do burgosen të gjithë komplet që ne Berisha, gjyqi i Berishës shtap. Zoti Berisha, po flet lart e poshtë, po flet për Amerikën, po flet për qeveri teknike, po flet të janë vjedhur zgjedhjet. Zgjedhjet nuk janë vjedhur, por nuk ka votuar njëri Berisha, as për ty dhe as për Edi Ramën. Pa pik turpi, që të dyja partit thonë se bashku me atë të keqëzës, me atë cop ignoranti që duhet ishte burg me kohë, thot kanë qenë 42% zgjedhje. Kanë qenë vetëm 10% të dashur bashkëtetarë shqiptarë. Këto 10% që kanë dalë, janë as 100.000, sepse shqiptarë nuk kanë dalë, sepse shqiptarë kërkojnë qeveri teknike, ne kemi bërë qeverin teknike, Berisha, ti di fare mirë, dhe ke filluar më dërgoni njerëz, po vinë, sepse unë kërkoj të ri, pra pardia më ka ardhur njëri direkt nga ju i dërguar. Qeveria teknike bëhet vetëm me intelektualët, edhe vetëm Pilinçi e bën qeveri teknike dhe më pas me president. Pra, të dashur shqiptar, si që kam thënë, rrini të qetë, të gjitha këto dallavere që bëjnë këto ditë, s'kan ku venë më. E në henë të venë, kanë paguar miliona e miliona dollar, ato 6 milion si që hiq fare, dashur shqiptar. Por, pyetja, pse si bëjnë ata gazetarët Berishës? Sa milion dollar e pakove afrikanë dhe indianë me mjekër që erdhi vuri një kapel numër 1? Janë 22 milion. Janë marrë nga shqiptarët, nga pensionistët, që s'kam bukë të hanë, që po më vinë çdo ditë, nga Shkodra, Elbasani, me lotë në sy. O Zot, thonë, shqyqyri do shpëtojmë nga këta horra, nga këta rrugaq që kam vjedhur Shqipërinë. Të dashur shqiptar, çdo gjë, si që kam thënë, po bëhet. Është qeveri teknike, është me kushtetut të re, kushtetut e vjetër hidhen në Kosht të Plerit, si është kushtetut sërbe, sidomos një numër që ndodhet atje 7501, që e kanë bërë qëllimisht për të vrarë shqiptarët me shqiptarët dhe për të majmur ignorantët dhe rrugaqët e 2 partive. Partitë e tyre mbaruan. Zonja gazetare, keni ndonjë? Arrestimet e djeshme? Vërdo? Për arrestimet e djeshme në Durrës. A kanë lidhje me qeveritarët tanë? Arrestimet e djeshme kanë urdhërohen nga qeveritarët. Urdhërohen nga Edi Rama. Të Durrësit urdhërohen direkt nga Edi Rama. Ata vinin ministrat, ata vinin zëvendësministrat me urdhë të Edi Ramës. Unë i them drejtorit të policisë, të pash dhe dije në fotografi drejtori i policisë të përgjithshme që ka ardhur nga Elbasani, të pash me kokë ulur, ishe i nxirë në fytyrë, i djalë i ri. Të kam thënë, të kam paralajmëruar përpara, mos u merr me Edi Ramën. Edi Rama ka vdekur me kohë, që kur është arrestuar në Paris e në Bruxelles. Të kam thënë, mbrojë policat, sepse policat marrin një rrugë qesharake. Të dashur shqiptar, unë nuk kam thënë para 7 ditëve
se këtu ishte përhapur që do vinte një nga Amerika, dhëndri i presidentit që është sot për sot. E mbani mend që do zinte Sazan, çdo vend do bënte hotele. U thash që do të nxjerr telegramin që ja kam dërguar Senatit dhe kongresmenëve që janë për inteligjencën e Serbisë. E shihni vetë, të dashur bashkëdhetarë, kam dërguar më 12 maj 2025. Është në anglisht, tamam si që kam dërguar, ja kam dërguar chairman republikan inteligjencës. Do me thënë, kryetari i republikanëve të inteligjencës dhe kryetarit të demokratëve të inteligjencës, që është një grup që shëgojnë punën e inteligjencës të kombit amerikan. E kam thënë me plot kuptime, e kam thënë misioneri për dekada, e kam fjalën për veten, i kam thënë Senatit dhe Kongresit. Në qoftë se dhëndri do vinte, ai do arrestosh. Dire nga ne. Do arrestosh pse s'është kurkushi. As në intereson fare se është dhëndri presidenti. Sot është presidenti, nesër nuk është. Por nuk mund të vinë në tokën e shqiponjave të vjedhin. Jo. Vërtet ka erdhur për pushime 2-3 herë. Dhe ka marrë vesh, s'ka paguar asnjë para. Se ja kanë dhënë këta gjoja qeveritarët e Edi Rama. Të dashur bashkëdhetarë shqiptarë, u ka thënë me kohë, baba i tij ka qenë burg. Për vjedhje. E kanë zakon këta që quhen gjoja milioner, se këta kanë vjedhur. Po jo në tokën e shqiponjave të vjedhën, dhe nuk do vi askush sa jemi ne Zot. Unë jam e në Shqipëri, se kjo është toka e stërgjyshve të mi me mira vjetë. Po është dhe toka e bekuar e Amerikës timja, që pra tokë jam plagosur. Pra tokë punoj dekada e dekada dhe do të punoj derisa të kem jetën time, si për tokën e bekuar amerikane dhe për tokën e shqiponjave të Shqipërisë, që do të bëj me Shqipëri me kufi natyrore. Të dashur shqiptar, mos po flegjum, kam shumë takime, nuk i kthej dot me qindra vinë të ri, intelektual që duan Shqipërinë. Ju e pat dhe dije, një intelektuale, një doktore, e mbaruar në Greqi, ka erdhur për t'i shërbyer kombit. Po ashtu para disa ditëve, ka erdhur një inxhiniere nga Gjermania për t'i shërbyer kombit. Unë e kishe shumë të mirë në Gjermani, po e duan kombin. I duan nënën e babën t'i shohin, që i kanë lënë me kokë minjan. Këto ditë të dashur shqiptar, flasën ata gazetare, analista që i nxorën një dizën fytyrat e tyre, që marrën nga $20,000 në muaj nga shërbimet e huaja. Ata, njërë shahin Berishën, njërë shahin Edin, ashtu e kanë programin e tyre. Bolshevikët të dashur bashkëdhetarë shqiptar nuk vlen gjumë, natë ditë për të përçarë shqiptarët. Koha erdhi e juaja, e kam fjalën për 97%. Ashtu hishin trima e Ilir Meta. Por Ilir Meta është shtruar, të dashur bashkëdhetarë, në është bërë guzhiner në burg. Lan pjatat, lan dyshemetën, s'kurse është ai Iliri i parë. Sepse vajti në gen, vajti në atë gjak që kishte dashur shqiptar. Pra dhe këta, që i veshen gratë e tyre me gjingla, me florit të vjedhur, vishen si të duan, me makina me xhame të zinj,
Me hyrë zbeqarëve në marrë ushqime, me ditë e kanë. Në burg dojnë gjithë. Ta shohin si është burgu. Ta shohin. Ta shohin si kemi vojtur ne, kemi 100 vjetë. Ta shohin si djemët e patriotëve kanë qenë në përburgjet në përkampet e intrenimit. Ta shohin se që kanë vojtur me çdo vend shqiptarët, kanë 100 vjetë. Ta shohin se shqiptarët janë shpërndarë në përbot, në Evropë, në atë Francën e mallkuar, që i tallën shqiptarët, ja marrën pasaportën e ja hedhën në aeroport. Po shumë shpejt. Ajo Francë do të shojë gjëmimin e madh që do bëhet, mjegulla e madhe që do bjeri mbi qiellin e tyre. Shumë shpejt, me minuta, është bërë të dashur bashkëdhetar. Do të rënditet Evropa. Do të rënditen ata ministrat tjerë këtu që kërcedin valle e hanin ushqimin e shqiptarëve, atë rrugachër. Vinë këtu dhe flasin në televizor. Kryeministri i një vendi tjetër e pat vetë se si do martohet me një burr në tokën e shqiponjave. Të dashur shqiptarë, nuk do ketë kurrë më nga këto gjëra në tokën tonë. As droga, do martohet femra me mashkullin. Ky është historia e Shqipërisë. Pra kur të përdoret ligji kanunit, do habitin të gjithë. Atë ligjin e kanunit do të përdorim me disa ministra që janë evropianë, që kanë erdhur këtu, kanë grabitur Shqipërinë, vinë këtu, i shtrohet e qilimi nga aeroporti, bllokojnë rrugën, do një sëmur nuk del dot, se na vinë kyllyshat e Evropës. Ne jemi në Evropë, të dashur shqiptar, ne jemi në mes të Evropës, ne jemi stërnipat e Skënderbeut, ne jemi stërnipat e Aleksandrit të Madh, të Teutës. Vërtet, kemi bërë luftë, kemi 200-300 vjetë, jemi thyer, po ama nuk kemi përkullur. Urriz nuk e kemi kthyer, jemi gjallë. Unë kam thënë më përpara dhe kemi shkruar edhe anglisht dhe shqip, të dashur bashkëdhetar, e kam shkruar për 5% shqiptarë dofta nuk din anglisht. 95% din nga 5 gjuhë. Ti themi botës, asaj Evropës, disha thoshe një fjalë të rëndë, por nuk po e them, e din tërë shqiptarë. Pra, dashur shqiptar, arrestime do ketë shumë. Arrestime do ketë të papara. Filluan, gjithmonë më pyesën dhe më shkruajnë. E pra Pilinçi, nuk po bën ndonjë arrestim. Po të dashur shqiptar. Ne e kthyem minutën e fundit. E pam se do thoshin që bet qeverinë, se në qeverinë e kemi bërë, dhe në ndalua të votojmë. Ja pra i lam. 10% dual. E ata që dual u paguan me $1.000. Unë them atyre shqiptare që kanë parat, i keni tuajat. Halal i keni, që i keni marrë. Por këta do përfundojnë, të gjithë. Nuk do përfundojnë se kanë vjedhur këto votime që u bënë. Jo. Po e përsërit. A i mbani mend që u vranë 4 djem në Shkodër? Në fillim të 90-s? A i mbani mend piramidat? Që njerëzit punuan në për Greqinë, në për rrugët e botës, duke fjetur në përpyjet? U ka marrë parat? A i mbani mend 97-ën? A i mbani mend naftën? Ja shpini sërbit për të vrarë kosovarët, bosnjakët, kroatët. Mbani mend. A i mbani mend dëvora e bomba që hosi bombë atomike nga jo rrugaq i quajtur Fatmir Mediu, ministri mbrojtjes. Një pashkoll, një zëzar, hodhi dhe u vran fëmijë të vegjël,
A i shihni një nënë që del për ditë në për televizor duke qarë. Më s'ka me lot, janë tharë. Gjyqi ka shkuar nga lartë poshtë, nga poshtë lartë. E dashur nënë që ke atë fëmijë që breth në për gjyqit. Shumë shpejt do t'i shosh në gjyq. E do t'lenë vesh i shikosh që do bëjnë në gjyq. E harruat një se një janari. A i harruat që sulen të hapni një pus, një qesë për të pirë ujë. Harruat që sulen të mlirti drith, po vjen buka nga Serbia, po vjen buka nga Bullgaria. Kjo toka jonë që është e bekuar, po është përlotur një gjak këto 100 vjetë nga njerëzit që s'janë anti-shqiptarë. Të dashur shqiptarë, unë po ju pyes ju. A jeni gati dhe më shkruani kur doni të ngrem dollin e shpëtimit të Shqipërisë në bulevardin e Skënderbeut, në atë bulevard që nuk e zë në gojë Skënderbeu kishte dhe ta lidhje me 6 maj. Nuk e bën. Kurse mira e miliona dollari harxhuan për rrugaçrinë e ministrave të botës. A e pat që iku kryeministri gjerman edhe englezi, iku me kokullur. A e pat presidentin e Turqisë. Iku, sa ngrezdark, as drek. Dashur shqiptar, më shkruani që duam të vijmë urgjent për revolt. Jo, s'ka revolt. Për të ngrem dollin e shpëtimit të Shqipërisë nga spionat, nga anti-shqiptarët, nga këto 2 partit. Unë do t'u lajmëroj, po unë dua të më shkruani, të më thoni realitetin. E di që shkruani çdo ditë mbi 40.000. I shojmë. Të më falni su kthe do të përgjigje, se nuk kam kohë. Por, e di, shikojmë, kemi sy, e dim fjalët që flisnin për ne kudo, në dasmë, në vdekje, kudo, në rrugë, në kafene, prisni, po nuk është me të pritur dashur bashkëdhetar shqiptar, në qeverinë e krijuam. Ne jemi gati për të kaluar të quajtur pallat. Po jo aty ku është Edi Rama. Aty u kam thënë, jo vetëm aqit, po e mund ta djegim. Sepse ai pallat ka vrarë njerëz të dashur shqiptar, 46 vjet për komunizmi ambër planet e vrasjes atje, 32 vjet, por në atë building, është këthyer nga qeveri, është bërë me bojra, me një rrugaç të quajtur Edi Rama. A i dini ministrin e brendshme të dashur bashkëdhetar shqiptar, janë vrarë gjithë balsorët, si në konin Vejt, Gjoja, Kynin, tradhëtarët. I vranë qëllimisht patriotët e Malësisë. I vranë sepse prindrit e tyre kishin luftuar me serbët. U adoqin edhe shtëpit. Por amën, fjala e patriotëve të Veriut dhe të Jugut, ai kanuni dove në vend. Ligji i kanunit. Ligji i këtij flamush që është gjakosur. Por amën, unë dua të vini ju, të dashur shqiptar. Unë dua të vini ju që të thoni realitetin që e duam Shqipërinë. Jo që nga shtëpia, me të shikuar, unë mund të jem shumë gati, jo tani, si të mbarojnë arrestimet të ditë, dhe mund të ftoj që të mbushni që në Skënderbeu e gjithë Tirana, të gumzhiti nga gëzimi, nga çlirimi i Shqipërisë prej 100 vjet, si kush të marrë pasuritë e tyre.
të marri pension të paktën $600. Të dashur bashkëdhetar, të më falni nga puna e madhe, Shqipëria ka shumë sakat që ecin me karroca, nuk çojnë nga sytë, nuk i paguan kjo qeveri. Kanë punuar natë e ditë në për trashe, në për ekurudha, në bujësi, në për fabrika, dhe sot janë paralizuar në për minera dhe nuk tallen me ata. Edhe ato $70-80 që u japin, edhe ato nuk janë mbajnë në muaj. Telefone i dëgjojmë çdo ditë që u bën News 24 e tjerë. Ne dëgjojmë çdo gjë të dashur shqiptar, tallen me ata. Po unë i garantoj, edhe ata do kenë rrogë tamam të paktën $600 për person. Nëse ata s'kan njeri që t'i ndihmojnë, ne do çojmë i fremerit t'i ndihmojnë në shtëpitë e tyre. Kudo që t'jenë, kështu duhet mbajtur shqiptarët, sepse është tokë e shqiptarëve. Ushtria, policia do paguhet, arsimi, siç u kam thënë, ejani. Çdo njeri do ketë pasuritë e tija, të dashur bashkëdhetar shqiptar. Çdo njeri do ketë vil. E di që u duket si ëndër. Të gjithë thonë, unë e di. Janë vetë shqiptar. Janë vetë që kanë vojtur në përkampjet e trajnimit, që kanë parë me sytë e mi. Edhe unë si ju kam qarë, me Beshi Azteku të ruj, se kishe baban, kishe burë. Ishin e gratë një trenim si punonin, nuk u ipnin lopat të dashur, po i mbushin duart e hitin 10 nga vijat kulluse. I ditë gjitha. Pra te jam unë këtu. Që të bëj kombin, të bëj Shqipërinë. U ka marrë për veten time. Për vetime unë jam në rregull. Ose më zë gjumi, për kombin tim. Mos më ngon asgjë në Amerikë. Nuk më shijon. Më shijon kjo buka thatë në Shqipëri. Sepse të parët tanë kanë humbur jetën. Edhe po e humbisni për ditë të dashur bashkëdhetar shqiptar. U erdhi fundi këtyre që u kanë vjedhur, u kanë vrarë, pa pikë turpi dalë në televizorit e tyre. Çdo minutë. Çdo minutë. E keni parë, Berisha del më 5 minuta. Të gjithë u vënë televizorit e tjerë, sepse paguajnë nga ata. Po jo me. Unë i paralajmëroj gjithë ata gazetarët e rinj që dalën në rrugë të terrenit. Nëse ju i një binë shqiptar, mos shkoni pas Berishës e pas Edi Ramës. Lejeni televizoret, ata që janë agjenta ata të vjetë, ju i një të rinj, se u vini pas këtyre. Mos shkoni, sepse ata, baballarët tuaj, i kanë torturuar, i kanë mashtruar, duke thënë jemi demokrat. Dashur demokrat ku do që jeni në Shqipëri. Ejani, kjo është vendi juaj, ky është vendi kombit, ejani u presëm, se e keni dashur demokracinë, a nuk ishte demokraci, ishte anti-shqiptare, të dashur të rinj, të quajtur socialist, unë di që si një socialist, e di fare mirë, ejani të bëjmë Shqipërinë, ejani që të gjithë. Unë nuk e them pa qëllim 97%. 97% e në kohën e regjimit bolshevik, flas 46 vjet parë që në 44, nuk e kanë ndeshur, po nga halli janë përpjekur. Unë i shihen në përkampjet e trajnimit, kur vinë te policia me kokulu, sa i s'kishte buktante dhe vetë, kejse mua. Ejani të rinj, intelektual, pa dallim. Unë nuk pranoj këtu spionët e serbit, e grekut,
E nëse do vini, unë e di, sa të shkelni, sa të marrë emrin, e di me çfarë punë e keni bërë. Pra, unë pranoj të gjithë patriot, pa dallim feje, katolik, musliman, ortodoks. Ne jemi kësaj feje të dashur shqiptar. Kjo është feja jonë. Ne e dim si kemi qenë historia që në fillim, si kemi ndryshuar. Pra, feja jonë është kjo. Ne jemi raca me pastër dhe me bukur në këtë botë. Të dashur shqiptar, përsëri nesër do jemi, do nxjerrim shumë njerëz, shumë ministra, do dalën të shihni vetë, jemi gati për qeveri, vetëm jemi minuta minutën, parashikojmë në kë pallat do vel ministria. Unë ftoj të gjithë të rinjt që janë fizikisht mbi 20 vjet, duhet policia, byroja kombëtare, duhet jeni jurist o ekonomist, ende qofse nuk jeni, brenda një kohë të shkurtër ju do vini në shkollë e në punë, na duhen për FBI, ai do quhet FBI, po ka shenë FBI shqiptare, jo byroja kombëtare. Policia duhet e rregull, po ashtu ne duam që tjetë, dhe e treta që ka mundësi për kombin tonë, për kombin e Amerikës, inteligjenca, njerëzit intelektual, do t'i marrën për universitete, do t'i pregatisëm, do t'i qojmë përsëri në shkollë më të mira, për të praktik, për të mbrojtur kombin tonë, për të thënë të vërtetën se kush jemi, falni, të themi se kush jemi, pra e janë sa më parë të dashur shqiptar. Falni. E janë sa më parë në Partia Shpresa Demokrate. E janë të vëmë ligjin e kanunit, e kemi përgatitur, do të thotë ligji i Amerikës. E janë sa më parë, keni të lumtur, mos dëgjoni këto televizorët, të gjithë që dalën, asnjë fjalë nuk është e vërtetë. Spaku dhe byroja kombëtare, i ka dosjet dhe arrestimet do përfundojnë të gjithë, do fillojnë shumë shpejt nga zëvendës kryeministria, që është në detyrë, nga ato ministret që janë në detyrë, deputet nga PD-ja, ish deputet të soqme, që janë, jo këta që u zgjodha nuk quhen, pra deputet kemi 1840 për që nga viti 92 deri më sot. Të gjithë do konfiskohen, të gjithë do të humbihet pasurit nëse i kanë bërë me mashtrime. E njëherë të dashur bashkëdhetar shqiptar, përgëzoj dhe gazetaren, që foli realitetin jo me telefon, po foli atë që ajo e ndjen, që janë bërë tortura këtu për gazetarët, që si kanë pranuar gazetarët e mirë, pra e njëri u them atyre gazetarëve të terrenit. E janë i këtu, mos dili pas Berishës, pas Edi Ramës, o në KQZ, ata do arrestohen. Unë u them e disa televizorëve, e përsërit edhe njëherë, kush e ze parti në gojë, Shpresën Demokrate, i be sapet mirë. Ne kemi edhe njerëz jashtë atë dheut, që janë të dërguar si nga koha e regjimit komunist, ashtu dhe nga këto dy partit. Ne kemi në Amerikë 84 për të arrestuar dhe për t'i sjellë këtu. Kemi shumë në Evropë që flasën për televizoret çdo ditë, vinë me aeroplan, vetëm bëjmë propagandën pro dy partive dhe anti-amerikane. Të dashur shqiptar, ambasada është, se për flasin s'ka ambasador, po, Nenci është aty, a është ambasadore të dashur shqiptar.
Po janë në heshtje për arsye se nuk i duan të dyja partitë që janë anti-shqiptare, janë anti-amerikane. E njëherë, të dashur shqiptar, natën e mirë, shqegojmë nesër, rini të qetë, mos dëgjoni se shton televizorët bolshevik. Ju falenderoj njëherë që na ndiqni çdo natë. E njëherë natën e mirë, gjumën e emël, shqegojmë nesër. Ditën e mirë i them Amerikës, po shqegojnë Amerika është e imja, toka amerikane është e jona, e shqiptarëve, sepse presidenti i parë ishte shqiptar, Bush ishte shqiptar dhe ne që punojmë jemi shqiptar. Natën e mirë, jeni të sigurt shqiptar, çdo gjë është e sigurt. Maqedonia, Malizi, Kosova dhe çamëria jonë. Natën e mirë. Të dashur miq të televizionit Shpresa, faleminderit që na ndoqët dhe shihemi në transmetimin e radhës.